Mirëmbrëma miq, mirë se erdhët në programin Familja 7. Ne kemi nderin të kemi të ftuar pastorin kryesor të St. Louis Family Church në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zotin Jeff Perry. Ai në fakt vjen së bashku me bashorten e tij Patsy Perry. Zemra e tyre ka qenë gjithmonë që të nderojnë Zotin e të ndihmojnë njerëzit deri në Shqipëri. Pastor Jeff është gjithashtu themeluesi Service International, një organizatë që sjell ndihmë dhe shpresë për njerëzit e prekur nga fatkeqësitë. Pastor Jeff ka një dashuri të veçantë për Kosovën. Në vitin 1999, me njerë pas luftës, ai udhëhoqi ekipe për të ndërtuar shtëpi të përkohshme për familjet në nevojë, për të ofruar kujdes zemtar falas për shumë vite me radhë. Ai ndihmoi gjithashtu në 2011 në themelimin e bashkësisë Familja Gjakov, e cila drejtohet nga pastor Driton Gashi dhe që vazhdon të sjellë shpresë e të ndajë dashurinë e Zotit në Gjakov prej kaq vitesh. Ju falenderoj që jeni këtu me ne këtë mbrëmje. Thank you very much for this interview. Thank you for joining with us. Jemi të lumtur që jemi këtu. Faleminderit. A mund të na tregoni se si ka nisur shërbesa juaj në St. Louis Family Church? Yes, well, we started by meeting each other at church. Yes. And Po, filloj me njohjen tonë në kishë. Po, kisha është një vend i mirë për të njohur një bashkëshort. Nuk ishte kështu për ne. Ne u martuam dhe ndjem një thirrje. Kështu që u përgatitëm duke shkuar në shkollë biblike. Shkuam në shkollë, kur përfundoi, shërbyem në një kishë tjetër për disa vite. Në Angli. Ne jetuam fillimisht në Liverpool. Jemi të dhënë pas misionit. Kështu që shkuam në Angli dhe pastaj u kthyem dhe punuam në shërbesën e të rinjve. Pastaj bëm një pushim të vogël dhe filluam kishën në vitin 1988. Po, dhe kisha u rrit me shpejtësi, rabin tonë në fakt. U rrit dhe pastaj u bë e madhe. Dhe pastaj pësoi një rënje dhe më pas pati qëndrueshmëri. Për vite me radhë, pati rritje të qëndrueshme. Po, ne nisëm një program rinor me fëmijët nga mosha 5 deri në 12 vjeç. Po, ne nisëm një program rinor me fëmijë nga mosha 5 deri në 12 vjeç dhe ishte një program 2 javor. Ndam dhe kishim rreth 5.000 fëmijë, 2.500 një javë dhe 2.500 javën tjetër. Pastaj u rrit. Dhe ishte një program 2 javor. Ndam dhe kishim rreth 5.000 fëmijë, 2.500 një javë dhe 2.500 javën tjetër. Filloi me rreth 20 fëmijë, por pastaj u rrit. Dhe në fakt kur erdhëm në Gjakov, e realizuam atë program rinor edhe atje për një farë kohe. Po, dhe ishte me të vërtet, a e ke ndjekur, e ke parë kur punonim në Gjakov? Dhe kështu, kjo është mënyra se si filloi kisha. Vetëm nisëm të kishim takime me njerëzit dhe njerëzit dëgjuan për to dhe nisën të vinin. Dhe a mund të më tregoni pak se ditën e parë kur ju jeni njohur bashkë dhe si ka ndikuar besimi në marrëdhënien tuaj? I can tell about the first time I saw her. She didn't know that I saw her. I saw her at church. Mund të tregoj për herën e parë që e pash. Ajo nuk dinte që e pash. E pash në kishë duke adhuruar Zotin. Dhe unë isha në kolegj. Ajo sapo kishte përfunduar kolegjin dhe ishim në këtë takim dhe po adhuronim Jezusin. Dhe e pash. Dhe unë ndjeva me një herë i tërhequr prej saj. Por ajo nuk e dinte këtë për disa vite. U bë miq. But we became friends and He was smart because he didn't let me know he was interested in me. Because at that time I wasn't. Ai u tregua i zgjuar sepse nuk e shfaqi që ishte interesuar për mua, sepse në atë kohë unë nuk isha vërtet interesuar për një lidhje sepse ndjeja një thirrje në jetën time. Kështu që mendova se ndoshta nuk do të martohesha kurrë, sepse ndjehesha e thirrur për të predikuar. Kështu që nuk isha e hapur. Dhe ai ishte interesuar për mua në atë kohë, por prandaj nuk isha e hapur. Dhe ai thjesht u bë shoku im më i mirë. Ishte vërtet një marrëdhënie e shkëlqyer. Dhe pastaj një ditë thjesht mendova, "O Zot, kam ndjenja për të." Dhe kjo më trembi paksa sepse ndjenjat e mia u bën më shumë se ndjenja miqësore. Dhe për shkak se ai nuk tregonte asgjë, nuk e dija nëse ishte njësoj edhe për të apo jo. Dhe unë të thash, e di, kjo është vërtet e çuditshme, por po filloj të ndjej diçka për ty. Por nuk dua që kjo të shkatrojë miqësinë tonë, sepse ishte shumë e mirë. Dhe menjëherë ai tha, Zoti ose po na bashkon për shërbes ose për martesë. yeah. And in 1 month we were engaged. Dhe si është i ndani rolet së bashku në kishë? Pra, jeni të dy në drejtues udhëheqës të kishës. That's a good question. Yeah.
I would say in Ecclesiastes, 2 are better than 1 because they have a good return for their labor. Kjo është një pyetje e mirë. Unë do të thoja se tek predikusit thuhet se 2 janë më mirë se 1, sepse kanë shpërblim më të mirë për punën e tyre. Dhe ka fuqi në forcën e unitet. Kisha përbëhet nga burra dhe gra. Ajo ka dhunti që unë nuk i kam, unë kam dhunti që ajo nuk i ka. Por së bashku ka një forcë të madhe. Ka një lidhje me njerëzit kur ai flet. Jo vetëm gratë përgjigjen, por edhe burrat. Dhe anasjelltës. Dhe kemi ndarë shumë gjëra. Kemi qenë në shërbes tani për 45 vjet. Dhe Zoti na ka ndihmuar. Na ka ndihmuar që të qëndrojmë në këtë rrugëtim. Dhe për shkak të ndikimit që Jezusi ka patur në jetën tonë si individ. Kjo është ajo që bëri ndryshimin e madh. Për këtë arsye hym në shërbes në radhë të parë. Përjetuam kaq shumë ndryshime vetë, saqë donim të sillnin lajmin e mirë për të tjerët. Dhe ne ndjejmë se Jezusi tha se ai do të ndërtojë kishën e tij, dhe se portat e ferrit nuk do të kenë fuqi kundër saj. Pra, ai është interesuar për kishën dhe ai e derdh frymën e tij, mbi shërbëtorët dhe shërbëtorët. E kupton, burrat dhe gratë. And that the gates of hell wouldn't prevail against it. So he's interested in the church, and he pours out his spirit on the handmaidens and the bondservants, male and female. So, So he predominantly preaches on Sundays, and I fill in for him sometimes. Ai predikon kryesisht të dielave dhe unë e zvendçoj ndonjëherë. Unë predikoj për gratë, bëj mëngjese të mëdha për gratë si ai që do të realizojmë të shtunën dhe her pas here predikoj dhe ndaj mesazhe në këtë mënyrë. Dhe ne shpesh mendojmë së bashku për nevojat në kishë dhe si t'i përmbushim ato. Ne të dy bashkojmë mendimet tona për të gjitha këto gjëra. Gjërat ndryshojnë me kalimin e viteve. Ka kaq shumë gjëra, me pandemin pati aq shumë ndryshime, apo jo? With the pandemic, so many changes, don't you think? Yes. And so things evolve. Kështu që gjërat evoluojnë me kohën. We learn to work together. We learn to try not to clash. Kështu që kemi mësuar të punojmë së bashku. Kemi mësuar të përpiqemi të mos përplasemi. Ndonjëherë kemi perspektiva të rëndësishme të ndryshme, por ne zbulojmë se të punuarit së bashku me ato perspektiva të ndryshme, sjell një pamje më të gjerë dhe na ndihmon që të bëjmë një punë më të mirë. 2 janë më mirë se 1, sepse ka një shpërblim më të madh për punën e tyre. Gjithashtu jeni themelues të organizatës Service International. Cili ishte motivimi kryesor për hapjen e kësaj organizate? Well, in the period after actually during the time we were serving the other pastor. Ndërkohë që po shërbenim nën pastorin tjetër, unë themelova një shërbes. Dhe arsyeja pse e quajta Service International ishte për 2 arsye. Më i madhi në mbretëri është shërbëtori i të gjithëve. Jezusi nuk erdhi që të shërbejmë, por për të shërbyer. Dhe unë e pash që në thelb. Ne jemi më të mirët kur shërbejmë. Shërbesa në të vërtetë është thjesht shërbim, është ndihmë për të tjerët. Zoti më dha një moto që në shkollë biblike, të nderosh Zotin dhe të ndihmosh të tjerët. Dhe International, sepse me të vërtetë e kishim në zemër që Jezusi është për të gjithë kombet, ai do të gjithë etnitë, i do të gjitha moshat. Ai do të dy gjinit. Ati interesojnë të gjitha grupet njerëzore. Kështu që ne ndjejmë që Zoti po na thërriste në vende të ndryshme. Dhe kjo ishte në vitet 80. Ishte një kohë kur kishte barriera dhe kufijim për të kapërcyer. Nuk donin t'i vinim një emër që të mbyllim dyert, por gjithashtu nuk donin që të zvoglonin faktin që jemi të krishterë, dhe se është dashuria e Jezusit ajo që na shtyn. Dhe ajo që ndodhi ishte që pasi e filluam këtë në vitin 1993, pati një përmbytje, një fatkeqësi në komunitetin tonë. Dhe ndërtesa kishte sonu përmbyt me 3 metra ujë, dhe fqinjet tanë menjëherë bizneset e tyre, shtëpitë e tyre u shkatërruan. Kështu që ne nisëm të ndihmonim fqinjet tanë. In 1993, we had a flood, a disaster in our own community, and our church building was under 3 meters of water. Yeah. And our neighbors, immediately their businesses, their homes were destroyed. And so we began to serve our Kryetari i bashkisë në zonën tonë në fakt e vuri atë në krye të programit të rindërtimit. Dhe erdhën 8.000 vullnetarë dhe i vendosëm të gjithë në punë. Dhe kështu mësuan si të bëjmë një përpjekje për rehabilitim në lagjen tonë. Ishte më të vërtet. Po, ishte ungjillizim, por me rroba pune. Ishin fqinjet tanë, ishin nevojat e tyre. Donim të tregonim dashurinë e Jezusit në mënyrë praktike.
Dhe kështu filloi pjesa e ndihmës në rast krize dhe fatkeqësish. And so that's what started the crisis and disaster relief part. Ndërkohë keni ndihmuar shumë me këto organizata edhe në Kosovë. Si nisi njoja juaj me Kosovën? Çfarë ju lidhi ose ju shtyu të vini në Kosovën, Kosovën e pas luftës? I was watching the news in 1999 and I saw people having to leave to come over the border from Kosovo to Albania. Po shikoja lajmet në vitin 1999 dhe pash njerëz që duhet të largoheshin, që po kalonin kufirin nga Kosova për në Shqipëri dhe ishte gjatë dimrit dhe më preku aq thellë dhe dukej sikur 1 milion njerëz kaluan kufirin për në qytetin nga vini dhe ju në fakt. Dhe fillova të lutem dhe ndjeva një barë të madhe për atë që pash dhe ndjeva se po thirresha të bëja diçka për këtë. Dhe po kthehem pak pas në kohë, kur isha i ri, përpara se të martohesh. Kam lexuar një libër nga 2 gra të quajtura Nesër ti do të vdesësh. Ishte për 2 zonja amerikane që kishin ardhur në Shqipëri në fillim të viteve 70 dhe po shpërndanin Bibla dhe u kapën, u futën në telashe për këtë dhe u hodhën në shkretë të tjerë. Ato mbijetuan, por si një i ri që po lexoja librin më la një gjurmë të thellë Shqipëria. Dhe më vjen turp të them, por nuk e dija se ku ishte Shqipëria në hartë. Duhet ta shija në hartë për ta gjetur. Gjeta Italinë dhe detin e Gje, pastaj Jugosllavinë e Jugut dhe pastaj gjeta Shqipërinë aty pranë Greqisë. Fillova të lutesha dhe pata një barë të madhe për popullin shqiptar. Për vite me radhë luta për Shqipërinë dhe për popullin shqiptar. To find where Albania was, and I found Italy and the Aegean Sea, and I found, and it was southern Yugoslavia, and I began to pray, and then Albania right there and Greece. I began to pray, and I got such a burden for the Albanian people. So you prayed for years for them. Years I prayed for Albania and for the Albanian people. Dhe t'ju lute për vite me radhë. Në atë libër flitet për ateizmin dhe dëshirën, idealin për të mos pasur një Zot në shoqëri. Dhe unë, sapo isha ndryshuar nga Jezusi vetë, ndjeva, prit pak, unë nuk dua që ai të shpërfillet askund. Dhe kështu, zemra ime u mbush me barë për popullin shqiptar. Dhe një dashuri u vendos në zemrën time. Dhe kjo u lidh me ato pamje të luftës, dhe pamjet tim dhe vejusha në çadra. Ata kishin çadra prej Kanavace, që na prekën thellë. They had canvas tents that were supplied by the United Nations. Ishte shumë intensive. Të furnizuara nga Kombet e Bashkuara. Dhe zhvilluam një strategji për të ndërtuar strehimet që kishim. Izolim termik, që të ishin më të qëndrueshme dhe që të mund të përballonin dimrin. E kështu që erdhëm për të ndërtuar strehime. Platforma dhe për të rindërtuar shtëpitë të tyre, për të vendosur çati shtëpive të tyre. Po, ajo që ndodhi ishte se çatit e shtëpive ishin djegur dhe pam se këto familje të mrekullueshme nuk kishin ku të jetonin. Ata kishin krenari për familjet dhe jetën e tyre familjare dhe ajo ishte shkatruar. Kështu që filluam të mbledhim vullnetar. Kemi mësuar nga përvoja jonë me përmbytjet. Po, që të mund të përgjigjeshim në këtë mënyrë dhe kështu filloi gjithçka. Dhe si lindi miqësia ose si u njohët me pastor Driton Gashi në Kosovë, ku në fakt u themelua dhe kisha bashkësia Familja në Gjakov. Njëjta kish me të njëjtin emër si dhe kisha që ju drejtonin në Amerikë. Well, we began to work with Kosovars, Memli and Fatush and Armand and Street and Driton. Po, dhe filluam të punoni me kosovarët. Memli, Fatosi, Armandi, Astriti dhe Dritoni janë disa nga emrat që më kujtohen. Dhe Dritoni vërtet u dallua si një shërbëtor i vërtet. Ai ishte një shqiptar vendas nga Gjakova dhe ishte një nga ndihmësit tanë të parë. Na ndihmoi me përkthimin dhe interpretimin. Ishte një punëtor i palodhur, një njerëz shumë i përkushtuar dhe kishte një prekje të veçantë nga Zoti. Dhe ndoshta rreth vitit 2000, është sikur u lidhëm për herë të parë. Dhe ai filloi të punonte për ne rreth vitit 2002-2003. Dhe rreth vitit 2011 e kuptuam se donim të fillonim një kish, të linim një kish aty ku kishim ndërtuar shtëpi. Ky ishte qëllimi ynë, sepse kisha na kishte ndikuar shumë. Ne jemi njohur në kish. Unë kam marrë fjalën e Zotit në kish. Jam pasuruar aq shumë nga ndikimi i Jezusit, kreu të kishës. I got the word of God in church. I got so enriched by the impact of Jesus, the head of the church. And it strengthens families. Yeah. It helps. Dhe kjo forcon familjet. Ndihmon familjet të qëndrojnë bashkë, kështu që
Dhe donim të linim një ndikim të qëndrueshëm në atë komunitet. Dhe e dinim se si Jezusi kishte ndryshuar jetën tonë. Dritoni ishte vërtet i përkushtuar ndaj Zotit. Kështu që kuptuan se ai do të ishte një pastor i shkëlqyer për atë kish. Kjo ndodhi para 14 vitesh. Ishte një mundësi e mrekullueshme. Ishte përputhje perfekte. Dhe ai ka qenë i mrekullueshëm gjithmonë që atëherë. E martuam atë dhe bashkëshorten e tij para 10 vitesh. Ishte bukur. Po, dhe ne kishim derin të organizonim dasmën e tyre. Po, ishte kënaqësi. 10 years ago, that was nice, fun. yeah. That was fun. Pastor Gjefen Peci, çfarë ju pëlqen më shumë sa herë që ju vini në Kosovë? That's easy, it's the people. Yes. The Wonderful people. the Albanian people, your heritage. Është e thjeshtë. Bëhet fjalë për njerëzit. Populli shqiptar, trashëgimia juaj ka cilësi të bukur. Unë jam rritur në Kaliforninë Jugore në një familje laike. Më folën pak për Zotin. Prindrit e mi më thanë diçka për Zotin. Besoja se ndoshta ekzistonte një Zot. Vetëm kur isha adoleshent njoha krishtërimin e vërtet. Ku më thanë se Jezusi ndryshoi jetën. Dhe unë doja që jeta ime të ndryshonte. Dhe kështu kur e pranova Jezusin, i kërkova të vinte në jetën time. Më duhej një shpëtimtar dhe ai më shpëtoi. Dhe kështu kur erdhem në Kosovë, nuk e fshehem që ishim këtu për shkak të Jezusit. Kur shkonim për të shërbyer, punonim me komisionerët e lartë për refugjatët të Kombeve të Bashkuara dhe na caktuan për të ndihmuar në fshatin Hereç. Aty u takuam me pastor Dritoni. Ndërtuam shtëpi dhe strehime. To Kosovo, we didn't conceal that we were here because of Jesus. You know, when we would go serve, and we worked with the United Nations High Commissioner for Refugees, and they assigned us to the area of responsibility of the village of Hereç. That's where we met Pastor Driton. And we built the school for them. We built a school there, we built houses and shelters, but we wanted to build into their lives because we saw. Dhe aty ndërtuam një shkollë për ta. Por donim të ndërtonim edhe në jetën e tyre, sepse pam bukurinë e familjes, gjyshja, halla, daja, fëmijët dhe ato shtëpi, dhe ishte aq ndryshe nga ajo që kisha përjetuar unë. Ftohtësia, individualizmi i largët i jetës amerikane. Në Kosovë pash një bukurinë në vlerësimin e marrëdhënies dhe të familjes. Kështu që them se kam qenë shumë herë në Kosovë. Kam ardhur në Shqipëri dhe e ndjej atë gjë. Është e fuqishme dhe është diçka që i duhet botës. Sa herë që shkojmë në Kosovë, lidhemi me miqtë tanë. E di, dhe për qafimet e tyre, të qeshurat dhe ushqimi i shkëlqyer. Ushqimi mrekullueshëm. Po, edhe kjo. We connect with our friends, you know, and their hugs and there's laughter and there's great food. Great food. That too. Yes, that too. A mund ta pranoni të na thoni se keni parë dorën e Zotit veprojë në jetën tuaj, në shërbesën tuaj? Yeah, that's Very much. It's yes, he has been so good to us. Yeah. And he, you know, he's Po, led us. ai and he's ka qenë gjithmonë i mirë me ne. receiving Po, dhe Jesus is ai na ka a personal udhëhequr. relationship. Dhe gjë e veçantë tek pranimi i Jezusit është që bëhet një marrëdhënie. And there's this Edhe ai hyn dhe lidhet me ne. God, Dhe është kjo marrëdhënie me Zotin. and he's Dhe ai është një atë kaq i mirë. that, you know, Edhe ne we si prindër toksor përpiqemi të bëjmë gjërat e dur për fëmijët tanë. for our children, Dhe ndonjëherë ja dalim, you know, sometimes por we Zoti succeed, gjithmonë you know, siguron. but God Dhe always sa kohë që e kërkojmë atë dhe e vëmë në vend të parë. you know, as Ne e long shohim as we sigurimin e seek tij. him, Ai na ka ndihmuar me Service International në komunitetin ton. we find Gjatë asaj his përmbytje. provision, and, you know, Ai he's na helped dha us mundësinë in të lidhemi me service njerëz international edhe në in our kish. locality with that flood. Zoti solli njerëz me He kaq shumë provided dhunti, Nathan our që erdhën për të shërbyer. opportunities to connect Njerëz with të people biznesit me and aftësi give us, organizative, mjek që na dhanë vaksina dhe injeksione, infermier dhe vullnetar të panumër që erdhën. Dhe Zoti siguroi edhe financa. Ai e bëri këtë edhe në Kosovë. Donim të çonim strehim. Kishim një ide të përdorimit, panel dyersh garazhi të mbuluara me metal që ishin të dëmtuara. Zbuluam që po i shisnin shumë lirë. Kështu që i vum në një kontenjer dhe i dërguam. Mendoj në portin e Maqedonisë apo Greqisë, apo diku aty afër. to take metal-clad garage door panels that were dented. We found that they were selling them very inexpensively, so we put them on a shipping container and we sent them, I think, into the port in Macedonia or Greece or somewhere. And, Pastaj i transportuam më tej. Dhe në kohën që mbërritën vullnetarët tanë dhe filluan të ndërtonin strehimet, gjithçka u bashkua. And built them on a wooden frame and put a stove inside. While we were there in Jakova,
I ndërtuam mbi një skelet druri dhe vendosëm një sobë brenda. Ndërkohë që ishim në Gjakov, erdhi ushtria e shpëtimit dhe na pyeti: "A ju duhen disa soba me djegje druri?" Dhe unë mendova dhe pyeta njërin prej punëtorëve tanë: "A na duhen soba me dru?" Dhe ata thanë: Po, thuaj po. Kështu që morëm sobat me dru dhe pastaj erdhëm njerëzit nga ndihma daneze ose kompanitë e tyre. Kishin gjithë ata dru. Druri ishte shumë i vështirë për të gjetur, por Zoti siguroi. Ne hodhëm hapin e parë dhe pastaj njerëz me shpenzimet e tyre udhëtonin nga Amerika, nga Anglia dhe vende të tjera për të ardhur dhe për të lidhur me ne, për të shërbyer dhe për të punuar. Dhe po, absolutisht. Dhe Filipianët 4:19 thuhet: "Dhe Zoti im do t'ju jap gjithçka që ju nevojitet, sipas pasurisë së tij të lavdishme në Krishtin Jezus." E drejtë. Pra, po, ai është vërtet besnik, mund t'i besohet, po ai na ka ndihmuar në martesën tonë, na ka ndihmuar me kishën. Pastor në Shqipëri, inkurajoni. Ne kemi kaluar COVID-19 si edhe ju. Ka qenë shqetësues. Ne kemi kaluar edhe përmbytje që ka qenë traumatike dhe shqetësuese. Kemi pasur vështirësi bashkë, siç kanë të gjithë. Kemi rritur fëmijë dhe nuk ka qenë gjithmonë e lehtë. Por Zoti ka qenë gjithmonë besnik. Ati mund t'i besohet. Ai është aq i besueshëm. Po, ai ka qenë gjithmonë aty për ne. We built an orphanage in Cambodia and we built different things in Africa. Dhe kemi bërë shumë punë edhe në vendet e tjera të botës. Për shembull, kemi ndërtuar një hetimore në Kambodja dhe kemi ndërtuar gjëra të ndryshme në Afrikë. Dhe ti pyete për mënyrën se si Zoti siguron. Ai na dha një ndjesi, një kuptim se do të na allohishte në gjërat që ende nuk kishin ndodhur. Pastaj ndodhi uragani Katerina në Amerikë dhe tsunami në Azinë Juglindore. Po, dhe ne kishim zhvilluar aq shumë aftësi gjatë përmbytjes që patëm në vendin tonë saqë mundëm ta përkthenim atë përvojë në veprim. Dhe Zoti siguroi me kaq shumë vullnetar, materiale ndërtimi, mobilje. Design the houses for Sri Lanka. Yeah, and I would just say that, Po, një arkitekt projektoi shtëpitë për Sri Lankën. Po dhe do të thoja se në Mateun 6:33 thuhet: "Kërkoni më së pari mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë e tij dhe të gjitha këto do t'ju shtohen." Dhe kjo thekson se Zoti dëshiron. Ai kënaqet duke ndërhyrë për ne. Ai kënaqet duke na ndihmuar kur kemi vështirësi në martesë. Ai është aty për të na forcuar kur nuk dim ç'të bëjmë me fëmijët tanë. Pastaj, si pastor, kur nuk dim çfarë të bëjmë më tej për kishën tonë, ai jep hir dhe favor. Dhe ai është aq i mirë. Një shkrim tjetër thotë: "Mos u shqetëso për asgjë, por lutuni për çdo gjë." Kur pam atë krizë gjatë luftës këtu, ku 1 milion njerëz erdhën nga Kosova në Shqipëri, ajo ngjarje na preku thellë. Që nga ana tjetër e botës, gjë që është e mrekullueshme. Dhe kjo e nxitur në ne nga një libër i vogël që lexova para se të martohesha. Është e mrekullueshme se si në jetën tonë Perëndia bëri që të gjithë gjërat të bashkë veprojnë për të mirën e atyre që duan dhe që janë të thirrur sipas qëllimit të Tij. Këtë mund ta besosh. Ai jep mençuri. Po, ai është aty për të qenë ndihmë e gjithmonshme në kohë nevoje. Together for good for those who love God and are called according to his purpose. So we could trust that. And he takes pleasure in the prosperity of Ai gëzohet në mirëqenien e shërbëtorit të tij. Ever present help in the time of need. That's true. Lavdi Zotit. Çfarë dëshmie, çfarë Zoti ka bërë në jetën tuaj. Le të flasim pak për familjen tuaj të madhe. Jeni prindër të 4 fëmijëve, gjyshër, keni 8 nipër dhe mbesa, familje e madhe. Overwhelmed? Yes. Happy? We feel like, hey, we have like an Albanian Kosovar family. Lumtur? Ndihemi sikur kemi një familje shqiptare kosovare. Në fakt, mund të tregosh se si mamaja jote e mori atë varg 2 herë. Para se të lindja unë, mamaja ime provoi të bënte abort. Dhe ata ftuan një burr në shtëpi për të më abortuar, dhe të dyja herët ai dështoi. E ftuan përsëri të vinte për të më abortuar. A third time. Për herë të tretë. Te në një mënyrë të pashpjegueshme, mamaja ime mori një shkrim dhe ende nuk e di se si e mori atë varg. Unë të kam vënë përpara jetës dhe vdekjes, bekimin dhe mallkimin, zgjidh pra, jetën që të mund të jetosh ti dhe pasardhësit e tu. Nuk pata ndonjë marrëdhënie të afërt me maman time gjatë viteve. Dhe mendoj se mund të ketë qenë ndoshta sepse i kujtoja babain tim biologjik,
Ose ndoshta ajo kishte ndjenja faj në jetën e saj, por tani që kthej kokën pas, pata mundësinë ta drejtoja te Zoti më vonë në jetë. Later in life. Isn't that great? And we, she's since passed. A nuk është kjo e mrekullueshme? Ajo ka ndërruar jetë tani, por sa herë që kam një fëmijë apo tani nipër e mbesa, mendoj për këtë grua dhe për atë person, që vuajti nga duart e një abortuesi dhe sa të ndërlikuara duhet të kenë qenë jetët e tyre të reja. Por si me hirin e Perëndis, unë linda. Dhe të gjithë niprit dhe mbesat tona. Kështu që sa herë më pyesin, si ndihesh për këtë? Jam kaq mirënjohës që Perëndia ndërhyri, sepse marrëdhënia ime me maman time nuk ishte shumë e thellë. Ende nuk e di, a mori një Bibël dhe e hapi atë, apo dikush ja tha këtë shkrim, nuk e di. Ai u shfaq papritur, por Perëndia përdori fjalën e tij për të ndërhyrë për mua para se të lindja. Kështu që kur pyete më parë nëse e kam parë sigurimin e Perëndis në jetën time, mund të them që e kam parë edhe madje para se të lindja që Perëndia bëri një mrekulli. Kështu që sa herë që shoh nipër e mbesat e mia, jam mirënjohës për maman, për të cilën në ato moment nuk kisha një marrëdhënie të thellë. Por tani kuptoj se asgjë prej këtyre nuk do të kishte ndodhur, po të mos kishte qenë prej mëshirës së Perëndis. Mendoj për mëshirën që Perëndia tregon dhe atëherë kur ne nuk e shikojmë dhe nuk e dimë, apo nuk e vëmë re. Na tregon se sa i mirë është Perëndia. Kur Perëndia veproi mbi maman time, qoftë në Tiranë, Maqedonia apo ndonjë vend tjetër të Ballkanit, Perëndia ishte duke lëvizur në tokë. Ai veproi në San Francisco, Kaliforni në vitet 1950 dhe më shpëtoi mua. Mendoni për gjërat mahnitse që ai mund të bëjë dhe që ka bërë. Mendoj për njerëzit që janë në depresion, kanë ankth dhe frikë. Por Zoti nuk na ka dhënë një frymë frike, apo jo? Por fuqie, dashurie dhe mendje të shëndosh. And turns it around for good. So no matter what you're going through, no matter what Bibla thotë që Perëndia përdor për mirë atë që djalli ka përdorur për të na lënduar. Prandaj, pavarësisht se çfarë po kaloni ose se çfarë është duke ndodhur në jetën tuaj, sado e keq që të duket, Perëndia mund ta kthejë tërësisht për mirë. Dhe njerëzit mund ta përqafojnë të vërtetë duke ditur se Perëndia do të ndërhyjë. Ai do të ndërhyjë për ta. And God has not given us a spirit of fear, right. but power, love, and a sound mind. I remember Më kujtohet kur u përmbyt kisha. Ishte dëshpëruese. Po edhe, më kujtohet kur pash lajme për serbët dhe kosovarët. Mu thye zemra. Qava, ishte zemërthyese, ishte e tmerrshme. Por prapse prap, Zoti e merr dhe e kthen për mirë. Dhe ai mund të ndërhyjë dhe është kaq besnik. Kështu që sa herë që shoh nipërit dhe mbesat e mia, jam mirënjohës për atë moment kur Zoti preku nënën time. that Absolutisht. moment where God moved on my mother. Absolutely. Lavdi Jezuset, shumë inkurajim këto që ndave. Një pyetje tjetër do të ishte, a do të kishte një mesazh për popullin shqiptar, për popullin e Kosovës? The message that impacted me would impact the Albanians, the Kosovars, the Montenegrins, Mesazhi që ndikoi tek unë do të ndikoj tek shqiptarët kosovar, malazez, bosnjak. Te mesazhi është që Zoti e ka vendosur përjetësisht në zemrët tona, që Zoti na krijoi në shëmbulltyrën e Tij për qëllimet e Tij. Ka vërtet një Zot që na do, dhe ai dërgoi birin e Tij, Jezusin, në një mision shpëtimi për të shpëtuar mëkatarët, për të na falur, sepse Perëndia aq shumë e deshi botën, saqë dha birin e Tij të vetëm, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Zoti nuk e dërgoi birin e Tij në botë për të gjykuar botën, apo për ta dënuar, por për të na shpëtuar. Pra, ai është shpëtimtari, ai është shpëtuesi. by possessions, by achievements, by praise, by By other pleasure. people. Kështu që unë do të thoja që ka një boshllëk në zemrat tona që vetëm Jezusi mund ta mbush. Ajo nuk mund të mbushet nga pasuria, arritjet, lavdërimet apo nga njerëzit e tjerë, as nga feja. Vetëm Jezusi mund ta mbush. Dhe duke e pranuar atë, atëherë marrim fuqinë për të bërë bij të Perëndis. Njerëku im më birësoi dhe më dha mbiemrin e Tij, dhe mora një certifikat lindje me post. Kur isha adoleshent që thoshte se ai ishte baba im. Dhe aq e vërtet ishte për mua kur Jezusi hyri në jetën time dhe më prezantoi me Atin qellor. Kështu që do t'i thoja gjithë audiencës suaj se ka shpresë, që ka një Zot që mund të ndryshojë. Nuk është vetëm për njerëz fetar. Nuk është vetëm për ata që ka nevojë për një patericë.
është për të gjithë. Mesazhi im do të ishte të përuleni dhe të thoni: Zot, nëse je i vërtet, të lutem u shfaq. Dhe të kërkoni nëse Jezusi është vërtet ai që thotë se është. Kërkojeni t'ju zbulohet dhe ai do ta bëjë. Bibla thotë se kur e pranojnë atë, bëhemi një krijesë e re. Ai jep jetë të bollshme dhe kjo është reale. Ajo që kemi ne do të ishte zbuluar me kohë nëse do të ishte thjesht një gjë sipërfaqësore. Dua të shtoj se Zoti ja fali nënës time përpjekjen për të më aportuar. Dhe shumë gra e kanë përjetuar atë dhe ka mëshirë. Po, por ai është këtu, ai është i pranishëm, dhe kjo është gjëja. Sa po ta pranosh Zotin, nuk je më kurrë vetëm. Edhe kur je vetëm, nuk je vetëm, sepse ai është gjithmonë me ty. Ai është në zemrën tënde. Zoti është një Zot i mëshirës, plotësisht. Dhe ai do të shërojë dhe do të pranojë dhe fal nëse thjesht përulesh. Dhe e pranon, dhe e kërkon. Ne kemi nevojë për një shpëtues. Kemi nevojë për një shpëtimtar. Dhe në Jezusin, ai është ai që shpëton. Po, ai është. Dhe ky do të ishte mesazhi im. Kjo është ajo që më ndikoi mua kur isha adoleshent. Dhe dikush më tregoi këtë mesazh. Veprova sipas tij dhe përjetova një ndryshim të mahnitshëm. Somebody told me this message. I acted on it and I experienced amazing change. Dhe një pyetje fundit, një inkurajim të shkurtër për të gjithë të krishterët që të jetojnë një jetë me besim. Një jetë aktive në besim, një jetë me dashuri për të tjerat. The question it answers itself. Action, faith without action is dead. Në një farë mënyre e gjejmë përgjigjen brenda pyetjes. Veprimi, besimi pa vepra është i vdekur. Veprimi i leximit të Biblës. Veprimi i zbatimit të asaj që thot. Për shembull, kur thot: "Lutu për armiqtë tu", në vend që të mbash hidhërim ndaj tyre, fal. Është e vështirë. Por me Zotin, ai mund të na ndihmojë të kapërcejmë hidhërimin dhe plagat tona. Do të thoya se është shumë e rëndësishme të lidhemi me besimtar të tjerë. Ka një forcim që vjen kur gjen një kishë që predikon për Jezusin dhe Biblën si fjalën e Zotit. Dhe do t'ju thoja, kaloni kohë me fjalën dhe qëndroni të përkushtuar dhe të qëndrueshëm në kishë. I would say to the pastors in this region, don't give up. You know, there's something on the other side. Do t'ju thoja pastorëve në këtë rajon, mos u dorëzoni. Ka diçka në anën tjetër të betesë, dhe ne kemi kaluar disa, siç kemi kaluar të gjithë. Ashtu siç tha dhe gruaja ime më herët. Zoti i bën që të gjitha gjërat të bashkëpunojnë për të mirë të atyre që e duan dhe që janë të thirrur sipas qëllimit të Tij. Dhe ai përgjigjet lutjeve. Kështu që do të thosha, përgjigja është lutu. Do të thosha si veprim, lutu për gjithçka. Lutu për udhëheqësit e vendit tuaj, lutu për pastorët tuaj, lutu për familjarët tuaj, lutuni për fëmijët tuaj. Dhe ne u lutëm në makinë gjatë gjithë rrugës deri këtu. Për këtë moment, thjesht për të patur këtë mundësi, sepse e dim, kur nuk e dim se çfarë ndikimi personal do të ketë në fund të jetës së dikujt tjetër. Ti në karrierën tënde, e ke dhënë veten për këtë. Te ke qenë ndërzuar ndaj Tij. Unë e di që ti i ke dhënë Zotit. Më ke dhënë dhun ti, Zot, kështu që do të jap dhuratën e vetes time, duke dalë përpara dhe duke vepruar në dhuntin time. Dhe kështu që do të thosha me veprim, gjej dikë për të ndihmuar. Kërko mundësi, përfshiu në biseda, mos ke frikë. Ai person që kontakton ka nevojë për atë që ti ke. Inkurajoni ata dhe ndani ungjillin kudo që të mundeni dhe ndërtoni marrëdhënie me njerëz dhe ecni në dashuri. Engage in conversation. Don't be in fear. That person that you're contacting needs what you have. Yes. You know, Definitely. encourage them and share the gospel wherever you possibly can, and you know, build relationships with people and walk in love. Po, me siguri. Po, ky është çelësi apo jo? Besimi funksionon përmes dashurisë. Absolutisht. Shumë bekim intervista, unë dua t'u falenderoj. Thank you. Faleminderit. Faleminderit. Ishim me pastor Jeff dhe Patsy Perry, drejtues të St. Louis Family Church në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, folën për shërbesën, për misionin e tyre. Ne do të rikthehemi pas pak në studion e Familja 7.